Problemi më i madh për mua tek arkitektura në Tiranë është se Tirana është kthyer në një playground eksperimentesh. Nuk më japin ndjenja. Kjo është problemi im. Je 30 vjet do të jesh arkitekt i madh. Jo, 30 vjet je thjesht sapo lindur në fushën e arkitekturës. Jetojmë në periudhën më të mirë që ka ekzistuar ndonjëherë. Po jo në aspektin e teknologjisë, dhe teknologjitë pavarësisht që mund të ishin jo të avancuara, kanë arritur qoftë edhe me krahun punëtor të krijojnë piramidat e Egjiptit që ishin objekte kolosale për atë kohë. Nuk ka një njeri që të futet në një kish apo në një xhami të mesjetës edhe të ndihet keq. Kullën e Eiffelit, që në momentin që është projektuar dhe është ndërtuar, është konsideruar si një nga objektet më të shëmtuara që kishin kaluar. Kullën e Eiffelit nuk e ka bërë Bustafi, e kanë bërë njerëzit më vonë, e ka bërë opinioni më vonë, e ka bërë ajo romanticiteti i Francës. Arkitektura nuk ka të bëjë me gjendjen emocionale të arkitektit. Po fjala jote në vesh të Zotit, po kujt i thua? Bu. Cai podcast.